Stuhia e fuqishme dimërore ka goditur New Yorkun dhe gjithë verilindjen e Shteteve të Bashkuara duke sjellë rreshtet më të mëdha të dëborës të regjistruara në mbi 3 vjet dhe duke paralizuar transportin ajror e rrugor në prag të kthimit nga festat e fundvitit. Autoritetet raportojnë se mbi 1500 fluturime janë aluruar deri të premten, ndërsa 10 tramira pasagjerë kanë mbetur të bllokuar në aeroporte. Shumë rrugë kryesore janë mbuluar nga dëbora dhe akulli, duke bërë qarkullimin e rrezikshëm, ndërsa shërbimet e emergjencës janë vënë në gatishmëri të plot. Guvernatorja e New Yorkut shpalli gjendjen e jashtëzakonshme përpara mbërritjes së stuhisë, duke bërë thirrje qytetarëve të shmankin udhëtimet e panevojshme dhe të ndjekin udhëzimet e autoriteteve lokale. Shërbimi kombëtar i motit ka lëshuar paralajmërime për kushtet ekstreme, duke theksuar se stuhia pritet të shkaktojë kushte shumë të rrezikshme udhëtimi në disa zona të shtetit të New Yorkut dhe rajone përreth. Parashikohet që trashësia e dëborës të arrijë deri në 20 cm, u shoqërua me erëra të forta dhe temperatura nën zero. Ndërkohë, moti i keq ka goditur dhe skajin tjetër të vendit. Në Kaliforninë Jugore, 3 ditë të marrëshje të dendura shiu kanë shkaktuar përmbytje të shumta dhe rrëshqitje dheu, duke lënë pas dëme të konsiderueshme materiale. Banorët e vend pushimit malor kanë nisur pastrimin e baltës dhe vlerësimin e dëmeve, pasi shtëpi dhe automjete janë mbuluar nga rrjedhat e dheut. Autoritetet lokale konfirmojnë se numri i viktimave nga moti i keq në Kaliforni është rritur në 4, ndërsa ekipet e shpëtimit vijojnë kërkimet me ndërhyrjet në zonat më të prekura. Shirat e rrëmbyer janë shoqëruar dhe me erëra të forta, të cilat kanë rrëzuar pemë dhe linja energjie elektrike në të gjithë rajonin e Los Angeles, duke lënë mijëra familje pa energji. Shërbimet e emergjencës janë në terren për të rikthyer furnizimin dhe për të garantuar sigurinë e banorëve. Autoritetet federale paralajmërojnë se moti ekstrem pritet të vijojë dhe në ditët të vijim, duke u bërë thirrje qytetarëve në të gjithë SBA-n të tregojnë kujdes maksimal dhe të ndjekin njoftimet zyrtare.